Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet dhe adhurimet I takojnë vetëm Allahut, krijuesit të gjithë botrave. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin për pejgamberin tonë alayhi salam, familjen e tij, për shokët e tij dhe për ata besimtarë të cilët e përcjellin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, sigurisht të gjithë ne mendojmë dhe insistojmë pra të jemi njerëz të mirë, e të angazhohemi e të bëjmë vepra të mira. Prandaj po të pyesësh secili nga ne, a je njeri I mirë, ai do të thotë po, unë jam njeri I mirë. Mirë po, feja jonë islame ka vënë rregulla e ka nu parime me cilët ne mund pra të identifikohemi a jemi njerëz të tillë që vërtet na don Zoti e na don shoqëria në atë vend në ku jetojmë. Do e përmendë një rast me prisën e besimtarëve Hazreti Omerin, teksa po rriste një herë me shokët e tij, I pyeti ata, çfarë dëshironi që t'ju plotësoj Zoti juaj? Çfarë dëshira keni t'ju plotësoj Zoti juaj? Ata u menduan dhe I pari tha, o prisi besimtarëve, do të kisha dëshirë që kjo shtëpi të ishte e mbushur me pasuri e ta shpërndaja në 4 anët e botës për njerëzit nevojtarë. I dyti tha, do kisha dëshirë që kjo shtëpi të ishte e mbushur me armë që t'ju vinë në ndihmë atyre që është bërë padrejtësi. Foli I treti, e foli I katërti, ndërsa Hazreti Omeri heshti. Pastaj shokët e pyetën, po ti o prisi besimtarëve, çfarë dëshire ke? Dëgjoj çfarë ju thot Hazreti Omeri atyre të nderuar që vlen edhe për mua edhe për ti. Ai tha, unë do të kisha dëshirë që kjo shtëpi e thjesht të ishte e mbushur me burra. Që kjo shtëpi e thjesht të ishte e mbushur me burra si Ebu Ubejde ibn Jarrah dhe t'i shpërndaje në 4 anët e botës që t'u sillnin njerëzve mirësi. Kjo ishte dëshira Hazreti Omerit të nderuar, me pas burra të tillë e t'i shpërndante në 4 anët e botës e t'ju sillte njerëzve mirësi. I dashur, Islami kërkon pra gjën më kryesore njeriun e mirë. Sepse qëllimi kryesor është pra të edukoj një njeri të mirë, qoftë edhe një, ama t'jetë njeri I mirë. Duke u nis nga ky parim, ne duhet mundohemi të nderuar që me qenë njeri I mirë, me pas një fat të madh të falenderosh Zotin dhe të jesh pra në shërbimin e kësaj shoqërie. Njeriu të nderuar mund të ndryshon pamjen e tij, e veshjen e tij, e shtëpinë e tij, e mund pra edhe ta përmirësoj kushtet e tija në familje, në vendin e punës. Kjo janë gjithçka është në rregull, me pas një pamje të bukur, e me pas një shtëpi të bukur, kjo janë në rregull dhe nuk vjen kundërshtim me dinin ton. Mirë po, pyetja lind që secilim nga ne duhet mendojna po a ka ndryshuar ky njeri. Përderisa themi filani ka ndryshuar nga pamja, filani ka ndryshuar me shtëpinë e tij, me orendit shtëpiake brenda, kjo janë gjithçka në rregull, lihen pyetja, a thu a ka ndryshuar ky njeri. Shiko, dhe tani duhet punojmë që edhe shkolla për shembull të nxjerrë nxënës të mirë e të edukuar, sepse sot kemi, falenderojmë Zotin, kemi vende, e kemi universitete ku shkollohen, e kemi dituri. Elhamdulillah, po na duhet pyesim sa është e avancume edhe edukata që tamam të përshtatet edhe dituria, edhe edukata e të ecin të gjitha së bashku njëjtë. Po pastaj edhe prindi duhet të punon gjithsesi për me fëmijën e vet që të arrit me halal e të edukon. Është e vërtetë se ai e don shumë, është e vërtetë se ai jep gjithçka për ta. Mirë po, ai çfarë I non një kapak kontributit të një prindi, të një babe dhe të një nane, kur ai pra edukon në fëmijën e vet. Muhamedi alayhis salam, I dërguari I Allahut të nderuar, ishte I zgjuar, e gjithë puna e tij ishte njeriu I mirë dhe këtu investoi shumë të nderuar. Pejgamberi alayhis salam nuk kishte për qëllim pra që ai të ndërtonte kala e të ndërtonte villa apo diçka tjetër, edhe pse nuk e ka nashkalu, edhe pse nuk ka thirr pra me jetu të varfër. Mirë po, qëllimi I tij, investimi më I madh që e bante pejgamberi I Allahut ishte pra me pas njeri të mirë.
Atëherë të nderuar, të gjithë ne duam pra të jemi të tillë. Të gjithë edhe po ta pyetim secilin, edhe ai i cili janë shumë mëkatar, do të thotë po, edhe unë jam njeri i mirë. Edhe unë pajtohem me të se edhe ai është njeri i tillë. Mirë po, ne duhet mundohemi që e ka ai atë të mirë, të arrim deri te e mira e tij, e pastaj ajo me zon vend në zemrën e tij, pastaj në mendjen e tij dhe me kontribu inshallah për të mirën e kësaj shoqërie. Njeri i mirë konsiderohet ai i cili beson në Zotin, beson pra në veten e tij, ai që ka besuar se nuk ka ardhur në këtë jetë kot e kot, por ne kemi ardhur me një mision që me sjell paqe e lumturi, e me pru rend në këtë dunja, e njerëzit mos vuajnë nga padrejtia, mos vuajnë nga gjërat të cilat e humbin shpresën e çdo njeri. Përkundrazi, duhet sjellim pra optimizëm në shoqërinë tonë. Prandaj të nderuar, ne duhet ta mendojmë njerin e mirë duke kontribuar për të mirën. Nuk duhet pra ty edhe mu të na shohin njerëzit me mëshirë. Çka i bie kjo, neve të na shohin njerëzit me mëshirë, mund është ti me pas një zemër të mirë. Mirë po nëse je i paaft me kontribu, atëherë njerëzit ti do të shikojnë pra mëshirë. Po mëshira e Zotit para së gjithash. Mirë po të jesh pra njerëzit me të pa me mëshirë, kjo i bie se ti nuk kontribon, je i paaft, ato mundësi që ti ka dhënë Zoti nuk i qet pra në pozitën me cilën ti mundesh me kontribu. Prandaj, na duhet ta shohim librin e Allahut, pra Kurani Kerimin, duhet ta shohim edhe hadithet e pejgamberit Allahut Muhamedit alayhis salam, edhe thënjet e dietarëve, edhe gjithë ata veprimtar që kanë vepruar, e do po veprojnë ende dhe do të veprojnë inshallah, të shohim se kur e lexojmë librin e Zotit pra, sikur na thot shikojeni botën, mësoni dhe përfitoni çdo ditë. Kështu na thot pra libri i Allahut, sikur kështu na thot shikojeni botën e mësoni e përfitoni çdo ditë. Një nga mendimtarët bashkohor e përshkruan njerin e mirë musliman për të cilit pritet hajër me 10 cilësi. Ai i thoshte se njeri i mirë që duhet të edukojmë duhet të jetë pra, ka thonë, i shëndosh në besimin e tij, i rregullt në adhurimin e tij, i fortë në moralin e tij. Pastaj ka thonë i rregullt në trupin e tij, me kulturë të gjerë, i aftë për të fituar, i dobishëm për të qerët, shumë kritikues ndaj vetës së tij, i kujdesshëm ndaj kohës së tij, i sistemuar në punën e tij. Pastaj ka thonë prej këtij njeriu dashur Allahu të vinë shumë mirësi. I dashur, rregullo veten tënde e bëhu njeri i mirë. Lartëso fen tënde me besim duke kontribu e duke sakrifiku në jetën e kësaj bote për ta pa hajrin ti, familja, e shoqëria dhe kudo që të jesh. Lutim Zotin të nderuar që të jemi pra nga ata njerëz të mirë me të cilët ka sinuar pejgamberi i Allahut që të ndërtojnë pra njerëz të mirë e këtë mirësi ta shpërndajmë në 4 anët e botës. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ju falenderoj.